Unë jam betuar një herë dhe që ndaj shumë krenar pas atij betimi jetësor. Në atë betim timin lidhet vullneti qytetarëve të Kosovës. Prandaj, nëse dikuj ka mbetur merak o çështje e tij, por dua të theksoj se një luftëtar nuk e lëshon flamurin nga dora si leck. Prandaj, në shenjë të rutjes së krenarisë dhe dignitetit të flamurit kombëtar, unë e marr flamurin dhe mbaj në dorë. Kërkova drejtën e fjalës sepse më duket që kryeministri bëri disa përfundime të pavërteta lidhur me atë çka aktin tim, gestin tim, për arsye se tha që unë e hodha flamurin. Unë nuk mendoj që e kam hedhur flamurin, mendoj që e kam lënë të palosur në foltore. Foltoria nuk është sport e bërllogut, po është një pjesë në cilën është e dedikuar për me fol deputetët dhe kryeministri, dhe unë e lash aty të palosur flamurin me qëllim që ju ta vendosni dorën aty dhe të betoheshit që, sepse këto e presin qytetarët e Kosovës ma mërmendja, që nuk do të ketë kurfar autonomie për verën e Kosovës. Kjo duhet të jetë garanci, duhet të jetë sigurim i qytetarëve të Kosovës, cilët kanë të drejtë të jenë të shqetësuar këtyre ditëve të fundit me çka po dëgjojnë, edhe për i zërave ndërkombëtar, që veriu do të përfundojnë në negociata, edhe konkretisht kështu duke e pas situatën sikur pardjet që patrulloi ke xhandarmeria e Serbisë atje, kurse forcat tona të sigurisë i shikonin me dylbi. Pra për këto arsye unë e vendosa flamurin atje dhe nuk e kam hedh flamurin, për ndryshe ju nuk mund të shtireni se ju për merrni flamurin e dëni ma shumë se ne, sepse të këshi dashur atë shumë këtë flamur kombëtar, kishen atje në çështë prapa juve, ai flamur e jo kë që është aktualisht, nëse e këshi dashur atë shumë. Për ndryshe sa i përket betimit, ju thatë që e keni bo një herë betimin 1999, unë nuk e di, a e keni bo as e keni bo. U mendova kon me pyet, ma për mu informu për këtë farë çështje. Në herë menova Berat Buzhalin me pyet figurën tuaj emblematike partijake, por nuk më do ke përshtatshëm për këtë pyetje. Po më doket që Recep Selimi na pet do të më pyet mas miri, po mendoj se cili mund të më na tregon këtë punë.